Rasulillah, Allah në falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Tema sodit ka titull Qëndra pa u dorëzu. Të nderuar vëllezër, jemi në 10 që në fundit dhe po e përsërisim. Allahu Gjaleshanu ka dhënë një rregull, sa të jetë gjallë besimtari duhet me jetu me atë rregull. Aja është adhuroje Zotin deri të vi vdekja, që ulemat kanë thonë nuk lidhet ibadeti yt me kërkon tjetër veç me Allahin. Edhe ibadetet e tua nuk njohin kufi, nuk njohin kohë, por njohin vetëm një gjë. Përderisa të rreh damari i fytit, ti nuk guxon me thonë u lodha, nuk guxon me thonë u dorëzova, nuk guxon me thonë u bë ball. Shembullin më të mirë e kemi pejgamberin alayhi salatu wasalam, që në 10 netët e fundit nuk ka thonë tash u afrova kafuni edhe më ka kap lodhje. Ju e dini, në Ramazan ditët e para ka eufori ma shumë, pastaj shkon njeriu vetvetiu edhe pa gjumësia bën veten, edhe uria, etja etj. Fillon pak, është shumë normale me elshu. Sidomos ka dita 23, 24, e mrapa lodhet. Por qëllimi ynë nuk duhet jetë thjesht një 20 ditësh i ngutshëm, pastaj me u dorëzu. A kemi të garantuar dikush prej neve xhenetin? Jo. E kanë pyet Imam Ahmedin rahmetullahi alayhi, i cili është lodh duke bërë ibadet. I kanë thonë imam, kur ki mu rahatu? U lodhe, balë ma, që e të bo? Ka thonë, unë rahatuam veç kur të shkel kama jeme në xhenet. Subhanallah. Në këtë dunja nuk ka rahatlëk. Po, ka kohë ma të vlefshme, ka kohë ma pak të vlefshme. E kohët ma të vlefshme me i dhonë zërë ma shumë, me i dhonë gaz ma shumë, me u mundu ma shumë, është normale. Edhe që ashtu duhet, se na nuk mëjmë mi gjithë të 10 net e fundit të Ramazanit asë një natë tjetër të vitit. Na nuk mëjmë me gjithë natën e kadrit në ditë të tjera, natë të tjera të vitit. S'mojmë, veç një natë është e kadrit në vit. Ik, e shfrytëzove. Por me mendu që tash ka funi mu lodh, jo. Ti dush me qëndru, me adhuru Allahin deri të vjen vdekja. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i është dhënë një sugjerim nga Aisha radhiyallahu anha, ku e ka pa të lodhur, të falë të natën, të ulut të natën, të bë dua të natën, derisa kamët ju kanë ajë të nejtë në kam namaz. Kush, ma i dashni Zotit? Edhe ka thonë, ja Rasulallah, Allahu ti ka falë krejt gjunahët, Allahu ta ka garantu xhenetin, dhe vazhdon ti me ulodh që ka të shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një fjalë që është rregull për neve dhe duhet me na ardhë marrë, na mos me punu me këtë rregull. Ka thonë, o Aisha, mos t'jem rob falendërues i Zotit, a? A mos me ja ditë shqyrin Allahit, të tash unë fitova xhenetin, e garantova, edhe unë mos po bëj ibadet. Me bo me na këqyr neve me lukset e dunjas, ne jemi jo 10 fish, ne jemi 100 fish ma mirë se pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ne jemi ma mirë se mbretat ati zemani, ma mirë se mbretat, ma mirë se pashallartë edhe beglertë ati zemani. Merë një ag, një pash, një beg, një baron të Evropës, një mbret para 1000 vjeta, a i ka pas kushtet e tua? Jo, sepse ti e ki televizorin, ti ki llojet ushqimeve që ka të dush me përgadit, ti ki restorantet ku të dush me shku në atë kas, i den nuk e kanë pas ato llojet ushqimeve të amëlsinave ti që i hanë sot. Ti hyp kerët, shkon ku të dën. Ti hyp aeroplane që emretja se ka pa para 1000 vjetë që është aeroplane. Ti e ki në zemën qëndrore në shtëpi. Ti e ki klimën të shtëpia, e kondash minet aty të kryt me ato penlat e sorrave edhe të kaprollave të kryt fërt me fladit, ti e ki klimën. A nuk jeti ma mirë se një mbrati para 1000 vjetë, a ti je ma mirë.
Ku është? Na nuk kemi rob falendërues. Nëse pejgamberi alayhis salam i ka vënë 3 gur në bark, i ka lidh nga uria, nëse ai s'ka pas në herë që ka më hongër ka 3 muj ditë veç ujë edhe hurma. Ka 1 hurmë, ka 2, ka 3, ma shumë s'ka pas. Ti kretë mirat, pse mos me falendëru Allahun? E ki 10 net që në fundit, ma të mirat net në botë s'ka ma të mira, asë në ymet si ka pas. Edhe qka mu likështu? Mu likështu? Për nëse ti edhe unë e likështu me në qëto net, me na kap neve një gajle ma madhe, me na kap neve një luft, me zgatë, 10-15 vjetë në përvendet ndryshme që po zgatin, s'po dorëzohen njerëzit, me buk e pa buk, 70 vjetë, 50 vjetë, me fukarallëk, apet pa dhurojnë Allahin. Ti një 20 ditë, je që ke boj badet, u lodha vëllaj. Ma besë një iftarën së vërë, këtë mirat i kimi hangër. Ande qka? Mos më u dërzu. Aman këto net që në kanë metë me shfrytzu deri në maksimum. Të ndëruar vëllezër, kemi kujdes, se nuk e dim, a presim Ramazanin tjetër apo jo, edhe nëse e presim, që ky ka shku, edhe një vjet na jemi bo ma të vjetër se sa që kemi qenë. Allah na falte na përmirësoft.